Alba Story prezanton. Përshëndetje. Unë jam një burr në të 50-at, i rritun mes rapit e gurit, aty ku fjala përshon sa mali e ku burri nuk flet një herë e dy herë. Kam vendos me nxjerr një të fshehtë që e kam bajt të ndryme në gji si thëngjil të nxehtë. Një histori që ka ndodhur në malsin tonë, fiks në të bukrën Opoj, aty ku dimri të rrethon me debor e t'i blokon rrugët, por s'ta blokon dot as jetën e as rrahjen e zemrës. Unë që po ju flas, kam kalu jetën duke punu me tokë e me bagëti. Këtyre anëve jeta s'të laston. Duhet t'i kesh duart e ashpra si levorja e dushkut që të mbash shtëpinë në këmbë. Para disa vitesh, në shtëpinë tonë të madhe me gur, plasi një e keqe që na e ligshtoi të tanëve shpirtin. Vllau im i vogël u nda me nusën e tij. Nuk shkonin, nuk u kthyen mbar dhe e pren muhabetin. Vendosën me i nda rrugët një herë për gjithmonë. Vllai mori rrobat e iku, shkoi të punonte andej nga qyteti, kurse ajo mbeti pezull. Familja e saj e shkret ishte në hall, po përgatitnin letrat dhe vizat për ta marrë jashtë shtetit, në gurbet, sepse këto s'kishin ku ta mbanin e as si ta ndihmonin. Kështu që me marrëveshje e me doke malësie u vendos që ajo të qëndronte edhe një 2-3 muj tek ne, në shtëpinë tonë, sa të mbaroheshin ato drejt dokumentesh e të merrte rrugën e gjatë. Ishte një ish kunat, një grua që ligjërisht e me zakone s'kishte me as një lidhje me vllain tim. Por fati e solli të bënte ato muaj tranzit në nxatin tonë. Me që vëllai s'kishte dhe unë kisha mbet i vetë mi burr për të marrë me rëndesat e shtëpis, bara e bagëtive me ramua. Kishim një tuftë e mirë me kobe dhi dhe një ahër të madh prej guri e dërasash një 200 metra larg shtëpis, rreth një kodre ku era frynte e të ngrinte. Ajo duke parë që unë coptohesha i vetëm nga mëngjezi në darkë, nuk priti t'i thoshte kush. Lidhti shamin pas koke, veshi përparsen e filloi me m'ndihmu. Aty filloi gjithçka, në atë ahrin e vjetër, ku mbante era kasht e ushqim baktish. Na binte të shkonim shpesh vetëm, sidomos në të ngrysur, kur duheshin mbyll dhend e duhej rregullu grashda për natën. Unë pastroja grashdet, ajo u hidhte barin. Në fillim, rrinim si 2 huj. Unë nuk janë ngrija syt, se kisha atë cipën e burrerisë e të zakonit, por ja që njeriu s'është prej guri. Ajo ishte një gru, një 10 vjet më e re se unë, e pjekme nga jeta, me një shikim qetë e trishtum që të bënte të kthehej mendja mrapsht. Ajo hidhte sanen me një lëvizje të lehtë krahëve. Unë mblidhja dushkun në cep të ahrit. Heshtja mes nesh thyhej vetëm nga përtypja e bagëtive dhe era që rrihte drasat e vjetra të kulmit. Një pasdite, tek po me ndihmonte, me ngrit një thes të rënd, me ushqim dhensh, thesi i shpetoi nga duart. U afrova me vrap ta kapi. Duart tona u poqen mbi thesin e kopsitun. Ishin 2 dur të nxehta në atë ftohtë të madh, e kur ngrita koken e pash fiks ndrit synit. Sytë e saj ishin skuqun, me ca pika loti
që i ndrinin në qerpik nga lodhja dhe mërzia e kurbetit që e priste. U lodhe u nuse, i thash me një za që me doli ma i but se që kisha menu. S'jam mo nuse e kësaj shpije o bac, më tha ajo, dhe manguli veshtrimin drejt në shpirt. Jam thjesht një gru e marume që po pretik në rrug të huj. Ajo fjala asaj, ajo mënyra se si më tha, s'jam mo nuse me shkuni të tonë qenjen teme. Kishte drejt, ajo ishte e lirë. Vllai jem kishte nis një jetë tjetër, e kjo grupo qëndron të këto si një shpirti vetmum. Që nga jo dit, diçka ndryshoi në atë aher gurit. Nuk ishim mo vetëm dy punëtor. Kur shkonim aty, fillum që të flisnim ma gjatë. Më tregonte për frigën që kishte nga rruga e huj, për vetmin që e kishte vranë der vite, e unë i tregoja për vetmin time, për jetën e vështirë të malit që ma kishte thash shpirtin. Shoqnia jon u bo si një lum i nëndheshem, që shton ujin dit pas dite. Sa her që dilnim nga shpia për të shku tek ahri, unë njeja një gëzim të fsheht që se kisha nje që kur isha djali i ri. E prisja atë moment kur mbyllim derën e madhe të ahrit e merrshim vetem ne të dy me bakti. Aty nuk na shihte kush. Nuk ishte sy fshati e as thashe theme. E një natë ra një borë e madhe nga ato që vetëm vendi jon dhe të lëshoj. Era u lerinte jashtë si ojki u rritun. U fute mrena në aher në gjitimthi, të tanë të mlumun me të bardhë. Unë neza një zjarë të vogël në një qoshe, me ca kthet na dushku që t'i ngrohnim durt se na ishim pi gishtat. Ulem pranë e pranë, afer një mullari kashte. Zjarri kërciste e hidhte dritë kuqe mi ftyrën e saj. Po më vjen keq që po iken këto dit, i thash, duke par flakën. Ky aher do të mbetet shumë bosh pa ty. Zdia që t'i thoja tjetër. Ajo nuk foli me një herë. Më shteti koken të gjunjt e saj, u menu gjatë e pastaj u kthyn ka on. Në sytë e saj nuk kishte ma trishtim. Kishte një vendosmeri që manali gjakun në damar. Po t'ishte për mu, s'kisha i kur nga ky mal, tha me zot ult, por askush s'ma tha një fjal që t'me man të këto. E nesa ajo fjal vjen nga on, arrin, i thash, duke thyer çdo rregull e çdo frikë që më kishte mbajt lidhun gjithjetën. Ajo boni një hap ma afer meje mbi atë kashtë e butë. Ndjeva nxehtësinë e trupit saj që po luftonte me të ftohtin e natës. Ma thuj pra, më tha ajo, aq afer sa fryma saj e ngrohtë me preku mjekrën. Unë jata dorën time tashpër dhe ja kapa flokët që i kishin dalë në shami. Ja largova nga dal, ja pash qafën e bardhë që po i dridhej prej ftohtit a prej emocionesh. Nuk ishte mo kthim mrapa. Ajo ishte ish kunata ime, po për atë natë ajo ishte thjesht gruaja që u ndoja me shpirt e që po me kthente në jetë. Nuk prita mo, e tërhoqa mas vetes dhe trupat tanë u bon një në mes të asaj nate me borë. E shtrëngova në krah me gjithë forcën e një burri që ka pritur një jetë të tanë për një çast tillë. Buzët e mia gjetën të sajat, një puthje që monte shijen e zjarrit e të flakës që kishim aty. Aty në atë qoshe të ahrit të gurt, larg syve, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.